ndihet në një presion të hapur nga ekzekutivi dhe konkretisht nga kryeministri Rama, i cili edhe publikisht në komunikimin e tij publik, qoftë me foto, me fjalë të urta apo edhe me reagim ndaj komunikimit të zotit Berisha apo ndaj statusit të tij, ai është kundërpërgjigjur me një status, e ka shprehur në mënyrë të vazhdueshme që është pra e ka pohuar më në fund që ai është palë në këtë proces dhe si palë nuk lejon ndërhyrjen e prokurorit tek ekzekutivi apo tek një pushtet tjetër. Ndërkohë që ishte vetë zoti Rama i cili përpara 3 muajve, pra me njërë pas zgjedhjeve të përgjithshme, ai ndërmori një tur duke filluar nga Bashkia e Vlorës, ku bënte mbledhje me drejtorët e bashkisë, me anëtarët e Këshillit Bashkiak, me kryetarin e bashkisë, detyroi kryetarin e bashkisë Vlorë të jepte dorëheqjen, shkoi pasaj i kërkoi gjithë drejtorëve të bashkive në mënyrë publike që të jepnin dorëheqje, pra një ndërhyrje pastër e pushtetit ekzekutiv në pushtetin tjetër që është pushteti vendor, pushteti lokal dhe natyrisht këto janë pushtetet të cilat janë sankcionuar në kushtetut, janë pushtetet të ndara nga njëra tjetra, të cilat kontrollojnë dhe balancojnë njëra tjetrën. Pra parimi check and balance që është në një demokraci liberale dhe në një shtet i cili respekton parimet e shtetit të së drejtës. Gjë që ai ka qenë vetë i pari që i ka shkelur këto parime, në mënyrë publike ka ndërhyrë edhe në Bashkinë e Tiranës, ku në shpalljen e qeverisë së re shpalli edhe kryetarin e re të bashkisë, pra një komunikim publik ku kërkoi edhe shkarkimin e zotit Beliaj, pra kemi një ndërhyrje të pastër të zotit Rama mbi pushtetet e tjera. Pra është e kundërta e asaj çka ai në këtë rast, pra në rastin e zonjës Balluku, tregon qartësisht që po e mbështet, edhe nëse nuk ka mundësi që ta mbështesi në mënyrë të fshehtë apo underground, ai po e mbështet publikisht, por edhe duke krijuar artifisa ligjore për të krijuar një konflikt midis prokurisë së posaçme dhe ekzekutivit, duke ju drejtuar dhe gjykatës kushtetuese me një kërkesë e cila do ta fusin qosh sokak këtë proces, ku ai kërkon interpretimin e nenit i cili ka të bëjë me imunitetin e anëtarëve të Këshillit të Ministrave, duke i dhënë një ngjyrim që pezullimi nuk mund të ndërmerrej sepse ministri ka imunitet dhe përpasoj duhet që t'i drejtojë një procedurë tjetër, për të cilën unë jam kundër, që do të thotë në rastin konkret për sa i përket pezullimit të ministrit, ministri nuk gëzon imunitet për këtë rast, pezullimi nga puna, pra zotit Rama i duket si diçka absurde që mund të pezullohet dikush nga gjykata, sepse pretendon që ka imunitet. Pra askush nuk ka imunitet në Këshillin e Ministrave për sa i përket veprimtarisë apo punës së tij me përjashtim të rastit kur i kufizohet liria. Pra nuk kemi një kufizim lirie në rastin e pezullimit nga puna, dhe ai pretendon, thotë që jam unë ai që mund të shkarkoj apo mund të... Avokat, ju jeni besim plot që gjykata kushtetuese do qëndrojnë në këtë argument që ju thoni. Tani unë nuk e di, sepse gjykata kushtetuese në këtë rast, pra në rastin e zotit Beliaj, u tregua në lartësinë e dur, që do të thotë i dha të drejtë, sepse kishim një praktik të tillë, ç'është e vërteta në rastin konkret nuk kemi një praktik, por gjykata kushtetuese mund të bëj argumentimin e imunitetit, pra konstatim, nuk është se vendos shkarkim apo jo, si në rastin e zotit Beliaj, sepse edhe diçka, avokat, më falni. Fakti që në kolegj janë ndarë 2-1, pra nuk ka pas unanimitet të plot, do të thotë që ishte paralajmërim dhe për atë që mund të vinë për vendimin që ndoshta mund të përfundojë edhe 4-4 apo jo? Ndoshta është edhe ky skenar, nuk di ta them, sepse
nuk di ta them sepse nuk e di në çfarë presioni mund të ndihen anëtarët e gjykatës kushtetuese, të cilët kanë marrë një mesazh publik nga kryeministri. Pra nuk e di se në çfarë pozite ndodhen ata për të ndërmarrë apo për të ushtruar detyrën, sepse ju thoni që kryeministri në mënyrë figurative ka hyrë brenda gjykatës me mesazhet që ka çuar. Patjetër me ato mesazhe, qoftë me mesazhet e trupit që do të thotë priti zonjën Balluku, me njoftoi mediat, ndendi takim shtator, mori ish ministrin Manja, dhe të themi ai ka bërë një mbrojtje publike zonjës Balluku, pra do ta bëj mbrojtjen publike, por e ka bërë edhe ligjore duke ndjekur të rrugë, që do të thotë duke shkuar dhe duke kërkuar interpretimin, sepse për sa i përket masës së pezullimit, ai nuk mund ta ndërmarrë, pra nuk është mundësia ligjore dhe kushtetuese që të shkosh në gjykatën kushtetuese dhe të kërkosh pezullimin e një vendimi gjykate. Pra është e pamundur ligjërisht, ndërsa për sa i përket imunitetit ha diskutim, pavarësisht se unë mendoj që mund ta ndërmarrë gjykata pezullimin nga detyra, nuk jemi në shkaqet e mospezullimit, sepse edhe kushtetuta e ka përcaktuar qartësisht që nuk mund të pezullohet nga detyra vetëm ata të cilët janë zgjedhur nga populli. Pra vetëm në këto raste bën përjashtim, ndërsa pezullimet për sa i përket funksioneve të tjera, patjetër që mund të pezullohet. Mund të pezullohet edhe vetë zoti Rama. Pra edhe zoti Rama është në gjykata mund ta pezullojë edhe kryeministrin. Nëse i hapet me këtë vendim, pra nëse vendimi shkon në favor të gjykatës, është mundësia, pra sepse kushtetuta thotë që anëtarët e Këshillit të Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit sipas përcaktimeve që ka kushtetuta për imunitetin e deputetit. Dhe nëse ne shkojmë tek dispozita që përcakton cili është imuniteti i deputetit, aty qartësisht thuhet që nëse i kufizohet liria, që do të thotë nëse ne do kemi një masë shtrënguese, masa shtrënguese është edhe kjo masë është dhënë për zonjën Balluku, pra mund të quhet masë shtrënguese, dalja jashtë shtetit. Pra dalja jashtë shtetit është një masë shtrënguese dhe në këtë rast Berisha para 2 vitesh. Po. Edhe unë jam i mendimit që këtu ka gabuar prokuroria dhe gjykata, sepse për të marrë të vendimarrje duhet i drejtojë Këshillit të Imunitetit. Pra duhet i drejtojë kuvendit në mënyrë që ta merrte. Pra unë vetëm këtu nuk jam dakord me vendimin e gjykatës, për sa i përket masës shtrënguese, ndërsa për sa i përket pezullimit nga detyra, tu nuk kemi ndonjë kufizim lirie, sepse nuk është në ato përcaktimet e kufizimit të lirisë